Nga pikpamja nëse ju do të ishit izraelit, qytetar që keni votuar Netanyahun, a nuk do të ishit ju kritik sot, sepse pas ka qenë thjesht të bëhet marrëveshje me Hamasin? Në rast se nuk do të isha indoktrinuar në aspektin zionist, po duke qenë se pjesa më e madhe është izraelite, pra e ka treguar në këto 2 vite në të gjitha exit pollet që kanë bërë televizionet izraelite, ka rezultuar që nuk ka rënë asnjëherë poshtë 82% për kraja e tyre për krimet dhe për genocidin në Gaza. Pra gjithë kanë qenë, pavarësisht se sebebi ka qenë kjo, ideja e tyre ka qenë pastrimi etnik. E pra, ja pra. Ata e kanë fshehur pastrimin etnik pas kësaj. Ndërkohë që bie dakord me ty që thua që të dyja palët kanë marrë pengje, pra pengje janë edhe palestinezët në duart e izraelitëve, sepse izraelitët janë pushtues, dhe pengje janë edhe pushtuesët izraelitë në duart e palestinezëve, në duart e Hamasit që ishin. Pra në 2 rastet kemi pasur pengje dhe vazhdojmë të kemi pengje. Pra pengje janë, nuk mund të quhen të burgosur. Pra biem dakord që pikërisht kjo lloj paqje në thonjza apo armpushimi, pra kjo marrëveshje gjithsesi, për shkëmbimin e pengjeve, rrëzon të gjithë propagandën e Netanyahut prej 2 vjetësh që po luftojmë për të liruar pengjet. Nuk pas kanë qenë duke luftuar për të liruar pengjet, po për të bërë rrafsh me tokën Gazën dhe për të vrarë 10.000 civil.